Nëse kemi hyrë në epokën e birit dhe Jezu Krishti bëhet shpëtimtari ynë, emri i Jezu Krishtit është emri i shpëtimtarit, dhe ne duhet ta përmbushim misionin e dëshmitarëve që dëshmojnë për Jezu Krishtin. Pse është kështu? Sepse epoka e Atit ka mbaruar. Do të thotë që epoka e Atit kishte kufi dhe limite. Pastaj, në epokën e birit, pasi Jezu Krishti erdhi në këtë tokë si shpëtimtar. Emri i shpëtimtarit është Jezu, pagëzimi dhe lutja duhet të bëhen në emër të Jezuit dhe ne duhet të përmbushim rolin e dëshmitarëve që dëshmojnë për Jezuin. Atëherë, në epokën e frymës së shenjtë, dëshmitarët e kujt duhet të bëhemi? A nuk duhet të bëhemi dëshmitar të emrit të ri? Nuk është emri i Jehovait, as emri i Jezu Krishtit, por emri i frymës së shenjtë. Emri i ri i Jezuit duhet të zbulohet si emri i shpëtimtarit. Shumë nga ata që vinë në kishën tonë për herë të parë pasi marrin të vërtetën thonë: pse nuk u lutët në emër të Jezusit, por në emër të Krishtit Ansangong? Çdo gjë është e re dhe e çuditshme. Është e sigurt që do të ndihet e panjohur. Në epokën e birit, a nuk dështuan hebrejnë ta pranonin Jezuin dhe përfunduan duke e kryqëzuar atë? Ata thanë, nuk ka shpëtimtar tjetër përveç Jehovait. Pra, a mund të kishim besim të shpëtimtarit që vjen me emrin Jezu? Te Gjoni, kapitulli 10, vargu 30, Jezu Krishti thot: unë dhe ati jemi një, unë jam Perëndia. Si pasojë, ata u përpoqën ta vrisnin me gur Jezuin. Imagjinoni veprimin e tyre kur morën gur dhe u përpoqën ta vrisnin me gur Jezuin me ta, në kontrast me ju në këtë epokë. Pse e bën këtë në atë kohë? Do të kisha besuar menjëherë po të kisha qenë atje, thonë shumë njerëz. Megjithatë, të gjithë po jetojnë në një mjedis identik me atë të 2000 viteve më parë. Pavarësisht faktit që Perëndia erdhi në tokë në mish, na mëson dhe është me ne, si e perceptojnë njerëzit Perëndin? Ashtu siç thot Bibla, megjithse Elia dhe Mesia erdhën, ata i trajtojnë si të duan, ashtu siç do të trajtonin të huaj. Megjithatë, a nuk duhet të kemi besim si ai i Pjetrit dhe të themi: te kush të shkojmë? Ti ke fjalët e jetës së përjetshme? Pastaj, lidhur me pyetjen pse nuk luteni në emër të Jezuit, duhet të ndalemi një çast për ta shqyrtuar këtë çështje. Përpara se Jezu të vinte në këtë tokë, ekzistonin paraardhësit e besimit si Noeu, Abrahami, Elia, Isaku dhe Jakobi, si dhe shumë besimtarë. Atëherë, në çfarë emri mendoni se luteshin? Ishte para se të vinte Jezu. Të gjithë luteshin në emër të Jehovait. Megjithatë, pasi Jezu erdhi në këtë tokë, njerëzit filluan të luteshin në emër të Jezuit. Prandaj, çfarë do të mendonin hebrejt, të cilët ishin lutur në emër të Jehovait, për shenjtorët e Jezuit kur luteshin në emër të Jezuit gjatë adhurimit? Ata janë pjesë e sektit të Nazarenasve. Sa e çuditshme dhe e veçantë duhet të jetë ndjerë për ta që të luteshin në emër të Jezuit, duke pasur parasysh se nuk ka perëndi tjetër përveç Jehovait. Megjithatë, a nuk u shpjegua e gjitha kjo në Bibël dhe mësimet e profetëve? Gjithashtu, a nuk erdhi vetë Perëndia në këtë tokë për t'i mësuar këtë të vërtetë? Atëherë, le të hedhim një vështrim në situatën përpara kësaj përmes Psalmit 116. Le të shohim vargun 4. Atëherë i kërkova ndihmë. Emrin e kujt e thirri? Zotit. Në emër të kujt duhet të lutemi në epokën e Atit? Gjatë asaj kohe, lutja në emër të Jehovait u bë vetmi kanal përmes së cilit të gjitha lutjet tona mund t'i drejtoheshin Perëndisë. Megjithatë, ndërsa koha ndryshoi në kohët e Dhjatës së Re, në emër të kujt na tha Jezusi të lutemi? Le të shohim te libri i Gjonit, kapitulli 14, vargu 13. Dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim? Çfarë do të bëj? Do ta bëj. Le të kalojmë te kapitulli 16. Le të shohim vargun 23. Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje.
Në të vërtetë po ju them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju japë. Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim, kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë. Jezusi tha, deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Atëherë, në emër të kujt u lutën? Ata kishin kërkuar hir dhe bekime shpirtërore nga Perëndia në emër të Jehovait, por çfarë tha ai se duhet të bënin që atëherë e tutje? Ai u tha atyre të kërkojnë gjithçka në emër të Jezusit. Kjo është pikërisht ajo që mund të përdoret si pikë referimi për të dalluar epokën e Atit nga epoka e Birit. Në epokën e Atit, të gjithë merrnin përgjigje për lutjet e tyre kur luteshin në emër të Jehovait, dhe në epokën e Birit, kur luteshin në emër të Jezusit, ata merrnin përgjigje për lutjet e tyre. Atëherë, në këtë epokë të fundit të frymës së shenjtë, në të cilën po jetojmë tani, në emër të kujt duhet të lutemi për të marrë përgjigje për lutjet tona? Është emri i ri. Nuk është një emër i ri do, por emri i ri i Jezusit. A nuk është emri i Krishtit të ardhjes së dytë emri i frymës së shenjtë në epokën e fundit të frymës së shenjtë? Kur lutemi duke u mbështetur në atë emër, mund të marrim përgjigje për lutjet tona. Ne nuk jetojmë në epokën e Atit dhe as në atë të Birit, por në epokën e frymës së shenjtë. Atëherë, a nuk do të ishin ata që e pranojnë besimin e përgatitur nga Perëndia, në epokën e frymës së shenjtë, ata që mund të marrin shpëtimin dhe të hyjnë në mbretërinë e përjetshme të qiellit? Ne duhet të bëhemi ata që ja bëjnë të njohur Krishtin ansangong shumë njerëzve, ashtu siç ai erdhi në këtë tokë për të shpëtuar këtë epokë. Me këtë, dua të përfundoj predikimin. Faleminderit.